Jacqueline, si do ta përshkruaje Gjestin si lojtar me një fjalë? I paharrueshëm. I paharrueshëm? Po. Pse? Ma shtjello? Na e shtjello pak Zhaku të lutem. Po. Hajde. Se I paharrueshëm më godet, kupton, shumë fjalë e madhe. Po, sepse mendoj që do kalojnë në vitet, ndoshta do zhvillohen Big Brother të tjerë dhe dinamikat që ai ka sjell apo risit që ka sjell në lojën e Big Brotherit të këtë sezoni, mendoj që do ta bëjë të paharrueshëm. Në ndryshim nga fituesit e tjerë, ka një moshë shumë të re, nuk është aq I shkolluar, pra ka limitet e veta, po prap se prap ka krijuar, ka shkaktuar debate, ka insinuar, ka spekuluar, ka ngacmuar me pothuajse të gjithë banorët që kam unë këtu përballë. Ka nxjerr jashtë shtëpisë 3-4 veta me zarf të zi. Zarfi I zi I parë që ka ardhur në shtëpi mbas hyrjes së Gjestit ka qenë 3 ditë pas dhe ka qenë zarfi I bullizimeve I banorëve të cilët e bullizuan, e ngacmuan dhe nuk e pritën me aq. Ka qenë marrëdhënie ndërsjellë, se ka ngacmuar dhe ka pjesën e zarfit e zi është merit e Gjestit. Gjithashtu, një gjë tjetër që e bën atë të paharrueshëm është fakti që ndonse përgatitja e tij intelektuale nuk është nga më të lartat, mesazhet që ai ka dhënë për sa I përket fenomeneve sociale kanë qenë shumë të rëndësishme dhe shumë të forta. Mesazhi për grupime të ndryshme shoqërore, rom, egjiptian, ashkali, mesazhi për komunitetin LGBT, mesazhi për gruan që duhet jetë e lirë seksualisht, mesazhi për rehabilitimin, për përdorimin e drogës. Shumë e qartë, Jacqueline. Kështu që Jacqueline vazhdon ta cilësoj si të paharrueshëm këtë lojtar. Angel ti si e cilëson lojën e Gjestit ose Gjestin si banor? Nëse do më lejoni që sigurisht do përpiqem që shpejt t'i them gjëra që do dua t'i them dhe t'jem e saktë. Jo, do të flasim të gjithë, do të flasim për Gjestin, për këtë jemi në këtë pjesë. Për Gjestin do flasim se s'bën, po nga vetja ime do doja që të shtoja 2 gjëra përpara se të hyja, po themi diskutimit e gjërave që Zhaku tha, secila për nesh ka opinionin e vet dhe nuk kemi për të kundërshtuar, po për të nxjerrë, po themi një mesazh ndoshta në dritë në fund të kësaj. Ideja është kjo. E para gjë që do doja të thoya dhe kam shumë të rëndësishme, atëherë në primin e së shtunës, ajo çfarë ka ndodhur me Gjestin, absolutisht më duhet ta them si njeri dhe si qytetare, është e pajustifikueshme dhe e patolerueshme. E kemi thënë të gjithë stërthën, po do doja që ta thoja. E dyta që më ka shqetësuar shumë nga komentet që kam lexuar nga njerëzit, më shqetëson dhe më mërzit shumë fakti që fillojnë dhe ngrihen disa mure dhe krijojnë disa ndasi të tipit shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës. Nuk do doja kurrësi që e gjithë kjo gjëja të kthehej në këtë drejtim. Ka një pikë që unë jap vlerë në çfarë? Në këtë gjën. Ai djali që kur hyri në shtëpi, Gjesti, po domethënë sa po hyri dhe vuri këmbën në shtëpi, të gjithë ju aktivizuat në një mënyrë që dashur pa dashur I dhat shumë rëndësi edhe e faktorizuat me njëherë dhe nuk e kuptoj pse. E para. E dyta, ai çuni ka ngacmuar dhe përsa ka ngacmimet e Gjestit, energjia e tij, hiperaktiviteti I tij, se në fund të ditës nuk është se ka nis një argument e ka nis dhe e ka bitis. Jo. Ai thjesht ka bërë zhurmusin, natën e mirë, shprehjet e tij, ka ngacmuar banorët. Tani, është shumë e rëndësishme dhe si reagon ti, që do të thotë, përsa ko ai djalin zori me zarf të zi, pra I çakordoi banorët në një formë që I kemi parë të gjithë, do thotë që ju keni rënë pre disa ngacmimeve që ndoshta në mendimin tim ishte të dinit fare. Diçka? Domethënë ja keni dhënë vetë aksesin atij çunit që të dalë dhe të jetë aty ku është. Po. Xhibari. Gjesti po ka pas një mënyrë loje provokative, provokuese. Nuk besoj se unë nga ana ime kam në sjelljen time, nuk besoj se kam pas parasysh që nuk do t'i flas dikujt që mos ta faktorizoj. Janë shumë që kanë dashur ta bëjnë dhe nuk kanë arritur ta bëjnë. Kanë ekzistuar shumë përpjekje nga banor, nga ish banor, të cilët kanë dashur mos ta faktorizojnë dikë, biles kanë bërë pakte me njëri tjetrin, kemi thënë kam qenë dhe unë midis atyre, kemi thënë që shiko nuk do t'i flasim filanit, që mos ta faktorizojnë. Po nuk është as ajo zgjidhje, Gjibo. Nuk është as zgjidhje, unë nuk se flasësh mund të marrësh një mikrofon që të dëgjojmë. Ajo është zgjidhje, po ta kishim bërë, po e vërteta është se ne nuk kemi pas forcën ta bëjmë, sepse jemi tregu më njerëzor dhe më të vërtet se sa duhej, sepse po ta kishim bërë këtë gjë, kishim vënë një barikadë, kishim bërë një blokadë që mos I flisim dikujt dhe ta vendosim, ta linim jashtë loje, sikur disa kanë bërë, sikur e kanë mbajt lojën disa prej banorëve me njëri tjetrin, besoj se edhe ne do kishim marrë. Jo, mos I flasësh. Jo ti mos I flasësh. Do me thënë,
ne flasim tu për dy ekstremitete. Ose bien pre ngacmimit, pra të ngacmon, të bullizon, ti i bën të njëjtën gjë, ose unë si flas fare. Të dy këto e faktorizojnë atë njeriu. Nuk themi mos i tush mirëmëngjes mirëmbrëma, them as çka ka të bëjë me gjëra praktike. Themi mos i japësh lojë, mos i japësh debat, mos i japësh dialog në këtë sens. Jo, mund të jepni debat njëri tjetrit, po jo në ato forme. Nëse nuk du që mos ta faktorizoj mikrofon Loredanës. Nëse nuk du të jap debat që mos ta faktorizoj, po nuk e kemi bërë, kemi qenë shumë vërtet. Ai ka arritur t'ju nervozoj, Xhiban, ka arritur t'ju nervozoj, t'ju nxjerrë nga vetja dhe ti ke dal nga shtëpia sepse ka arritur t'ju nervozoj. Po jo se më ka nervozuar gjesti. Po ai e ka arrit atë të vetën. Jo se më ka nervozuar gjesti, më ka nervozuar dikush tjetër, thjesht kam tas ke gjest. Do jeti, ai na çepi na mbrapa, nuk na linte reat edhe ne. Mikrofonin pak më lart, po. Donim ne, ai na çepi na mbrapa dhe neve me se s'bën do jepni muhabet dhe me se s'bën do faktorizonim. Po mirë, a tregon kjo gjithsesi në fund të ditës një lojtar të fortë brenda shtëpisë së Big Brother? Absolutisht po. Ai e merrte vetë dhe që ne mundoheshim në çdo mënyrë mos i ipnim atë rëndësinë, ai mundoi edhe në gjëra të vogla ta mirte vetë. Doja të shoh edhe unë diçka tjetër për sa i përket Xhesit. Për të ndalur kjo pjesa, Xhesi, unë them që është nga ata të rinj të cilët ka lindur me atë protagonizmin. Xhesi që momentin e parë që shkeli në shtëpi, ai e kishte në ball atë yllin që i jepte protagonizëm. Po që dhe do vëmendjen, absolutisht. Pa diskutim, ai e merrte vetë vëmendjen nga gjithë banorët e shtëpisë. Do doja ta shpërndaja pak diskutimin, Jacqueline do të thonte diçka. Po, unë këtë Big Brother i kam parë banorët të ndarë në dy grupe të mëdha, krijuesit dhe shkatruesit. Që për mua kam pasur rëndësi të jashtëzakonshme të dyja grupet, sepse nuk ka cilët kanë qenë krijuesit dhe cilët shkatruesit. Te krijuesit patjetër Xhibani, Rozana, Gjesti, pra individ dhe banor që kanë krijuar dinamika të vazhdueshme. Te shkatruesit Egli, Gerta, Gert Ferra, Jozi, pra banor që dinamikat që dikush i krijonte mundoheshin t'i shkatronin. Dhe kjo ka qenë një ndasia kryesore në këtë Big Brother, krijuesit dhe shkatruesit. Në lojë. Është mos ditë çfarë perceptimi e kuptonim ç'po ndodhte? Dhe nuk binim dakord? Pra e kuptonim ç'ndodhte,